Mars. Saulan, përshëndetje. Përshëndetje, Gjeneta. Atëherë më trego si e mban mend atë natë mjaft të rënd për gjithë qytetin e Gjakovës. Po, Gjeneta, ona sa po dëgjova dhe rrëfimin e Lidës, edhe pse e kemi dëgjuar më parë, edhe une konsideroj se nuk ka qytetar Gjakovës që nuk ka përjetime të luftës së fundit në Kosovë. Me qenë se në vitin 1999, saktësisht me 24 mars, filluan bombardimet e NATO-s ndaj caqeve serbe, ne një pjesë e madhe e qytetarëve që ishim ende në Gjakovë, u gëzuam për shkak se konsideruam se tash e tutje do të jemi të lirë edhe Serbia humbi luftën. Por ai gëzim, ajo shpresë jone u kthy në makt. Saktësisht me datë 26 mars, e mbaj mend, edhe pse kam qenë 12 vjet, po çdo detaj më kujtohet. Kemi qenë në lagjin, tash titullohet në emrin të dëshmorit kombit Xhemail Abdullahu, te shkolla Midraku. Lagje banune kryesisht me shqiptarë, por ka pas edhe serb civil që jetonin aty prej vitesh. Me 26 mars, rreth orës 9, kumshit parë që kanë qenë me ne familja Gojani, na njoftojnë se te disa kumshit tjerë kanë dëgjuar thyrje krizma tu hynë në shtëpi, forca serbe. Edhe të njëjtit kanë filluar dalin se i kishin me dy hyrje shtëpit, hyrje nga përpara dhe nga brapa. Edhe të njëjtit kanë filluar me dal ka hyrja mbrapa, ku i prit ke agja me babën tim për të kaluar një fardalje emergjente pa të kriju, për shkak se dinin çka ndodhi me datë 24 në qashin e vjetër, edhe paraprakisht u përgatitëm si qytetar që në rast emergjente më u shmang sadopak sulmeve të forcave serbe. Edhe gjatë asaj kohe ka arrit me dal bashortja e të ndjerit Fakete Gojani, vajza e tij, Mbesa që është atë kohë 10 muaj, edhe vjera e tij që është moshën 80 vjeçare. Ndërsa i ndjeri është kthy me mbyll derën e shtëpisë që mos le gjurmë që kanë kalu ka pjesa brapa, kanë dalë ka ne. Në atë moment e kanë arrit me kap forcat serbe edhe kanë ekzekutu në vendngjarje aty, me njëherë. Ndërsa babi dhe agja kanë arrit me u shmang, me qenë se ka qenë muri në mes, po kanë arrit me u shmang edhe pse e kanë shpras disa bërshëre plumbave ata, por fatmirësisht kanë shtu. Gjatë aratisës tonë, ka qenë i hapësirë si lloj parku në mes të shtëpive, edhe aty kemi qëndru dikun rreth 1 orë. Ka qenë jashtëzakonisht e vështirë për faktin që foshnja 10 muajsh pa të fillu me çaj, edhe nana saj e majke me dorë, o mundojke forma ndryshme që mos të zbulohëm ku jemi duke qëndru. Edhe ka pas rrezik të ngulfate foshnja për shkak se në atë formë duket diqysh mu shmang prej serbe, mu largu. Fatkeqësisht nuk e dinim ku është edhe vjera e të ndjerit, e cila ishte moshë 80 vjeçare, edhe pse arriti dilte ka shtëpia jon ka oborri, po nuk erdhi me ne pas nesh. Aty kemi qëndru ndoshta afër 1 orë të shtrirë, kemi dëgjuar krisma, britma ndryshme, u shishin edhe flakë në për disa pjesë qytetit. Për ati, momentin kena fillu më shku mustëru me një shtëpi, por shumica shtëpive ishën të zbrashta sepse ishin larguar paraprakisht. Kur jemi afruar te ajo shtëpi, kemi dëgjuar që edhe një shtëpi tjetër ngjit me të, filluan forcat serbe të hynin edhe të plashkitnin. Në fund e dogjën atë shtëpinë. Derisa jemi drejtuar te një familje tjetër aty lagjës, ka qenë familja Deda, kur kemi hyrë jemi shtëruar te ajo familje, edhe pse ka qenë rrezik, sepse në gjithë aty kanë qenë ish kryetari komunës, Momçilo Stojanović, edhe vllai i tij Sava Stojanović, i cili dyshohet që ka qenë organizatori kryesori shumë kripeve në qytetin e Gjakovës. Aty kemi qëndru, çka ka qenë e tmerrshme se bashortja dhe vajza e të ndjerit nuk e dinin për fatin e prindit gjithësisht të bashortit. E manin shpresë që ka arrit mu largu, manin shpresë që është gjallë. Po baba dhe agja dinin gjatë gjithë kohës se ishte vrarë mu në vend aty, me një plumb në kokë. Edhe kemi qëndru aty deri në ora 5 mëngjes. Në ora 5 mëngjes jemi largu nga shtëpia e asaj familje, jemi kthy tek shtëpia jonë, fatmirësisht kena pështu atë natë, kur jemi kthy, vetë e kemi dëgju kumshit e parë që kanë fillu me çaj. Po është edhe një detaj interesant se kjo zoja vjetër është sjell në probortonin, nuk na ka pa neve edhe është
është rikthy prap përmes shkollëve tek shtëpia e saj. Po gjatë zbritjes në shkollë ka has në trupin e të ndjerit Jaja Bojanit, dhëndrit saj, edhe e ka prejk me dorë, e ka thonë qu, po spjegoj kështu bukfalisht që shka që situata, e ka prejk me dorë, e ka thonë qu shaj shtri këtu, dikur e ka pa që është i vranë, edhe ka telefonu dikon prej familjarëve të saj, pas kthimit prej shtëpisë të familjes Deda ku ishin strohu, vajza dhe bashortja na njoftojnë që e kanë bra edhe pse dinim prind edhe familjar tjerë tonë që ishin strohu, ne dinim që ka ndodhur ai ekzekutim, edhe ka qenë një natë jashtëzakonisht e tmerrshme, unë hala kur e kujtoj kam emocione, për shkak se mbaj mend çdo detaj. Edhe ishte rasti i parë në shtajnetën time që mi ballabaqu me jetë vdekje. Të parë parasysh rrethanat që ishim krejt familja, edhe agja ishte pjesë e luftës, edhe ishim një farë forme target i forcave serbe, deri në atë mëngjes. Pastaj jemi zhvendos në një lagje tjetër, ku aty nuk ka pas natë qetë, deri në përfundim të luftës, nuk ka pas një natë të qetë në qytetin e Gjakovës. Ka pas rastet çdo natë që kanë hyrë, edhe fatkeqësisht pozicioni i shtëpive ku ishim nuk ishte i favorshëm për ne, sepse me një rrethim vogël kishin mujt me na nxjerrë gjithëve. Për këtë arsye, unë prap kur kujtoj ato momente e kam një emocion jashtëzakonisht drejtues për shkak se kemi përjetuar shumë. Shtëpitë e juaja ishin ndjegur apo shpëtuar? Jo, nuk kanë ndjegur për faktin që aty kanë qëndruar forcat serbe, janë vendosur. Në hapësirat e shkollës fillore Midoraku ka qëndruar ushtria rregull serbe. Po ashtu në për disa shtëpi të lagjes tonë janë vendosur forca paramilitare dhe ushtarake serbe, për atë arsye që ndjek. Disa shtëpi tjera po atë në ato ku kanë qëndruar serb, jo, nuk janë ndjek shtëpitë. Taulant, po të tregoni pra që mbani mend çdo detaj të asaj nate, keni qenë i ri në atë kohë. Si është në fakt të jetosh me kujtime të tilla, të cilat duken mjaft traumatike? Kur i kujton sot, të vazhdosh jetën me një frikë kaq të madhe që keni përjetuar si fëmijë atë kohë, sepse konsiderohet që keni qenë fëmijë. Ju kanë ndikuar ndonjëherë kjo ngarkesë emocionale themi gjatë jetës, ju shfaqur në një formë atjetër? Gjeneta, kjo ngjarje se ky rrethim që tregova nuk është treguar ndonjëherë, edhe për faktin që shumë njerëz kanë hezituar se nuk i ka mundësia që të tregojnë përjetimet e tyre. Tash kur e merr me mend pas 27 viteve, jashtëzakonisht edhe pse është vonë, po të paktën është mirë që dikush i shpjegon këto raste cilat nuk janë shpjeguar më herët. Imagjino tash ndjej ka qenë moshën gjatë 5 vjeçare, edhe i pa ndoshta s'ka qenë kohën kur ka mujt me kontribu për shtetë Kosovës, ka qenë me nivel tash si mund të lartë, edhe kështep nuk ka kanë kursy, nuk kanë bo dallime, është i ri, apo i moshuna, është intelektuale, apo është çfarë do qoftë. Urrejtja atyre ndaj shqiptarëve ka ekzistuar me shekuj, edhe në moment sa puna ata e kanë shpreh, madje shumë raste e serb civil lokal që kanë jetuar aty kanë kryer krime më të mëdha në popullatën civile. Po, është e vërtetë që edhe pas 27 vite emocionet ndoshta nuk janë shumë të njëjta, por momentin kur e diskutojmë, kur i kujtojmë, prap rikthehen ato. Ka raste ndoshta që edhe kur dëgjojmë krisma ose fishek zjarre për vitin e ri, na rikthejnë ato ndjenjat e vitit 98-99. Që ka qenë me të vërtetë të tmerrshme. Një prej komunave më të prekura në nivel vendi, Gjakova, po ashtu edhe me rrethin edhe qyteti. Uroj që tash tutje të keni vetëm kujtime të mira, por gjithsesi faleminderit shumë që dahet me neve këtë histori për herë të parë dhe një histori mjaft e dhimbshme, por siç e thash edhe në fillim të emisionit, nuk duhet harrojmë momente të tilla, edhe pse duhet vazhdojmë tutje. Faleminderit shumë Taulant për historinë tënde. Faleminderit Gjeneta. U mundova mu përmbajt, realisht, por edhe pse shumë e vështirë. Mundova me pika shkurta ta shpjegoj, ndoshta jo çdo detaj, po besoj që kam arrit mjaftueshëm me tregu krimin e agresorit serb. Patjetër, faleminderit shumë edhe një herë. Përshëndes.